Përshëndetje, a ju pëlqen selinoja? Sot ju kam sjellë supë me selino, me që këtu ke neve vetëm shi dhe lagështirë. Erdha sot nga puna dhe gjithmonë i bjem shkurto, kuqim kokërvezo, bëjmë pasta, po thash sot shpejt për 15 minuta e kam përgatitur, thash më mirë ta hajmë një pjatë supë të ngrohtë dhe të shëndetshme. Pastrojmë selinon, siç e shikoni, e lajm në një tenxhere 1 litër ujë, hedhim pak krip dhe i japim një valë selinos. 5-6 minuta, jo më shumë, e nxjerrim dhe e fusim në ujë të ftohtë, që të mbajë atë ngjyrën jeshile dhe ka lezet edhe supa. Këtu në një mikser një fet pule, gjoks pule, një kokër qep i bluar. Hapim mbyll sytë, kam përgatitur, hedhim digan dhe japim një skuqje me pak vaj ulliri. E skuqim. Këtu hedhim në mikser selinon. I hedhim ujin e vet që zim, skuqim edhe mishin e pulës, një fet ishte, por jep shije supës. Bluajm selinon, pak piper tek qepët edhe fileto pulës, pak ujë nga uji që zim selinon. Këtu më kishte tepruar pak pure nga dje, por mund t'i hidhni 2 patate. Unë që e kisha e hodha puren. Prandaj hodha në fillim pak krip, se pureja është me krip. Hedhim edhe përbërësit, selinon, e përzim, japim një valë, 4-5 minuta, një kokërvez, lëngun e një limoni. Mund t'i hidhni edhe pak gjapë në fund e pak spec të kuq, unë nuk i hodha, për arsye se hodha këtë focaccia që më kishte tepruar, e skuqa ndigan, ka shumë vaj, edhe kështu që nuk i shtova gjë tjetër, për mos ta çuar dëm edhe focaccian, po thuaj se një supë e ricikluar, momenti që do e shërbejmë. Kur them për 15 minuta hapem mbyll sytë, kam përgatitur, vendosi focaccian në skuqur, pak djath parmigjan, nuk i hodha vaj se focaccia ishte shumë vajse, e zbukuroj me gjithë selinoje dhe kur thot Eli që ta hash me sy. Shpresoj që të pëlqej receta. Miru pafshim.